Falënderimet janë për Zotin që na mbuloi me mirësi e begati. Falënderimet janë për Zotin që sa herë kemi nevojë e vështirësi i hapi për ata që luten dyert e përgjigjes dhe mëshirës Tij. Falënderime dhe lavdë pa fund për Zotin që e din dobësinë e krijesave të Tij, dhe kur ata ju kthyen me pendime me kërkim falje i përfshiun mëshirën e Tij. Falënderim për Ty o Allah, që na fale fenë e bukur që na dhurove besimin e kthjellët dhe të pastër dhe të drejtë, dhe na bëre prej ndjekësve të më të mirit njeri, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Tij është Zoti i vërtet Allahu xhaleshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoje atij salavatet dhe selamet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, atij familjes Tij, shokëve të Tij. Zot, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën edhe besimin e bukur, ja Allah. Ju porosis vëllezërit e mi dhe motra muslimane për devotshmëri, bindje dhe dashuri ndaj Allahu xhaleshanuhu, se me të fitohet mirësia e kësaj jete dhe mirësia e ahiretit, me të fitohet amnistia hyjnore. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dhe ata cilët mundohen që t'i friksojnë Allahu xhaleshanuhu, Allahu i fal atyre mëkatet, ju ashton shpërblimet Allahu xhelle xhelaluhu. Kënaqësia ndaj Allahut të lartësuar, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, është pozitë shumë e lartë dhe është një nga cilësitë që e kanë pasur euliat dhe njerëzit e dashur të Allahut xhaleshanuhu. Si mundet që njeriu të thotë, unë e pranoj Allahun xhaleshanuhu si krijuesin tim, e pranoj Allahun xhaleshanuhu si Zotin tim, si formësuesin, furnizuesin, atë që na fali gjithçka, që na dhuroi gjithçka. Është ai i cili kujdeset për krijesat e Tij, është ai i cili ka në dorë gjithçka prej mirësive dhe begative të kësaj jete, dhe pastaj mos jesh i kënaqur me obligimet e Tij, me ndalesat e Tij dhe me përcaktimin e Tij hyjnor. E pyetën Fudail ibn Iyadin, Zoti e mëshiroft: kush quhet i kënaqur ndaj Zotit të Tij? Tha, ai i cili nuk ka kontestime dhe nuk ka pakënaqësi ndaj asaj që Zoti xhaleshanuhu i ka dhuruar deri në këtë moment, pra me gjendjen në cilën është. Sepse njeriu i mirë, besimtari i mirë, e kupton se Allahu xhaleshanuhu nuk zgjodhi për të vetëm sa atë që është më e mira për robën e Tij. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mbase juve diçka në pamje të parë ju duket e urryer, nuk e dëshironi, por sa ajo është më e mira për ju, thot Allahu xhaleshanuhu. E mbase në pamjen e parë diçka ju e dëshironi shumë dhe ju duket e mirë, po ajo nuk është më e mira për ju. Ndaj dijeni se Allahu xhaleshanuhu është ai i cili din gjithçka më së miri, e ju nuk dini siç din Zoti xhaleshanuhu. Vllai im dhe motra ime, kënaqësia jote ndaj Allahu xhaleshanuhu është nga shkaqet më të forta për të fituar kënaqësinë e Allahut ndaj teje. E ku ka më bukur, e ku ka më mirë se sa të fitosh kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu. E kur ta kuptosh se çfarë fiton duke fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, kur ta kuptosh se kënaqësia e Allahut xhaleshanuhu është gjëja më madhështore, madje edhe më e madhe se sa vetë xheneti i përjetësisë, aty do të kuptosh se ja vlen çdo energji e jotja, dhe çdo vepër e jotja, dhe çdo mundi yti të vihet në shërbim të këtij qëllimi, pra që të fitosh kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Abu Said al-Khudri transmeton se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: Allahu xhaleshanuhu i drejtohet banorëve të xhennetit dhe ju thot në momentin e parë: ja ehlel xhenna, o banorët e xhennetit. Dhe ata të gjithë një zëri i përgjigjen: lebejke o saadejke, përgjigjemi ty o Zot për kënaqësinë tënde. Thot Allahu xhaleshanuhu: a jeni të kënaqur sot që ju a bëra premtimin tim realitet, që e fitu xhennetin e përjetësisë? I thon: po Zot, e si mos kënaqemi kur na fale atë që nuk i fale krijesave të tjera? E i thot Allahu xhaleshanuhu: unë thot do t'ju jap edhe më tepër se sa kaq. I thon: o Zot i madhërisëm, çfarë mund të jetë më tepër sa xheneti jot?
I thot Allahu xhelleshanuhu, unë sot ju fal kënaqësinë time, e nuk zemrohem, e nuk hidhrohem me ju as një herë më pas kësaj dite, pra pas këtij momenti. Imagjino, kënaqësia e Allahu xhelleshanu është edhe më shumë se sa xheneti i përjetësisë, siç e tregoi profeti alayhi salatu wassalam. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar. Ju ka premtuar Allahu xhelleshanuhu besimtarëve dhe besimtareve xhenete në të cilat rrjedhin lumenj, do të jenë të përjetshëm to, madje edhe banesa të mrekullueshme, të cilat Zoti i përgatiti për xhenetlinj në xhenetet e Adnin. Madje thot Allahu xhelleshanuhu, ridwanullahi akbar, kënaqësia e Allahu xhelleshanu ndaj tyre është më e madhe se sa këto të cilat i premtoi Allahu xhelleshanuhu. Prandaj, po të shikosh profetët e Allahut, njerëzit e mëdhej, njerëzit që lanë gjurmë të mëdha në historinë e njerëzimit, njerëzit e dashur të Zotit xhelleshanu, do të gjesh se jeta e tyre dhe energjitë e tyre ishin në kërkrim të kënaqësisë Allahu xhelleshanuhu. Si tregoi Zoti për Musa alayhi salam, wa ajiltu ilayka rabbi litarda, dhe unë shpejtova për tek ti o Zoti im që të fitoj kënaqësinë tënde. Ndërsa për Sulejmanin alayhi salam, tregon Allahu xhelleshanu në Kur'an dhe thot, kur ai lutej rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. O Zot, të lutem, më mundsoja Allah që unë t'jem falendërues ndaj mirësive që ti më fale. Madje o Zot, t'jem gjithashtu edhe për prindit e mi, dhe më bëj për atyre të cilët do të punojnë vepra të mira dhe janë vepra mirë, ja Allah, dhe që të fitoj kënaqësinë tënde, pra të kem kënaqësinë tënde. Ndërsa për Zekerian alayhi salam, Allahu xhelleshanu tregoi në Kur'an dhe tha, wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Zekeria alayhi salam i lutej Zotit në bashkëbizedim me të, Allahu xhelleshanu i drejtohej dhe i thoshte, o Zot, të lutem ja Allah, unë kam frikë se pas meje nuk do të kem pasardhës, e duke qenë se edhe bashkëshortja ime është e thyer në moshë, kam shumë besim të këti o Allah, dhe kam shumë siguri të këti o Allah se ti do të më falësh mua një pasardhës, i cili të më trashëgoj mua dhe të trashëgoj profecinë e familjes Jakubit, wa xhalhu rabbi radiya, dhe bëj atë o Zot që ti t'jesh i kënaqur prej ti dhe ai t'jet i kënaqur prej teje ja Allah. Ndërsa profeti ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njeriu më i kënaqur me Zotin e tij, njeriu i cili mës tepër mi e kërkon të kënaqësinë e Allahu xhelleshanuhu, do ta gjesh edhe tek veprat e tij, edhe tek lutjet e tij, se sa me këmbgulje i lutej Allahu xhelleshanuhu për këtë qëllim. Tek Imam Muslimi, siç tregon Aisha radhiyallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, një natë u zgjova, thot, ishte në dhomën e saj, pra dhe dhomat e profetit alayhi salatu selam kanë qenë shumë të vogla. U zgjova, thot, dhe nuk e pash ose nuk e ndjeva profetin alayhi salatu selam aty pranë meje, dhe fillova ta kërkoj, thot, me dorë në për dhomë aty siç isha e shtrirë, dhe preka dora ime preku këmbën e profetit alayhi salatu selam, i cili ishte ngritur dhe po adhuronte dhe po falej për Zotin xhelleshanuhu natën. Ai lutej Allahu xhelleshanuhu dhe thoshte, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatik. O Allah, kërkoj mbrojtje tek kënaqësia jote ndaj hidhrimit tënd, ja Allah. Ndërsa Saibi transmeton hadith tjetër, wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, të lutem o Zot, më pajis me kënaqësi ndaj përcaktimit tënd, të jemi kënaqur me atë që ti cakton për mua, ja Allah. Humbi njeriu më të shtrenjtë në fillimet e tij për bashkëshortën e tij Hadixhen, humbi xhaxhain e tij që e kishte mbështetje të mbadhe dhe të fortë në misionin dhe rrugën e tij, madje humbi edhe fëmijët e tij. E profeti alayhi salatu selam, djemtë e tij, e profeti alayhi salatu selam thoshte, tadma'ul ayn wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Me të vërtet syri lëton
edhe zemra pikëllohet, por se goja nuk mund thot edhe nuk mund shprej, vetëm sa atë që e kënaq Allahun xhelleshanuhu. Kur nuk dilte nga goja dhe nga zemra e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam diçka që të ishte në kundërshtim me përcaktimin e Allahut xhelleshanuhu. Nuk ka gjë më të madhe se kënaqësia e Zotit. Për të lotuan sytë e njerëzve të mirë, u dridhen zemrat e njerëzve të devotshëm dhe ofruan gjithçka që kishin, vetëm që të fitojnë kënaqësinë e Zotit të tyre. Derisa Allahu xhelleshanu i përmendi këta besimtarë në Kur'an, dhe aty futet kushdo i cili mundohet që ta fitojë kënaqësinë e Allahu xhelleshanu përfshihet në këto ajete. Jo vetëm ata të cilët kanë kaluar, por edhe ata të cilët jetojnë sot ose ata të cilët do të vinë. Siç thot Zoti në Kur'an: "O amina an-nasi man yashri nafsahu ibtigha ka prej njerëzve që veten e tyre e ofrojnë me gjithçka që munden, vetëm për qëllimin që të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu. Muhammedun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana." Muhamedi ishte i dërguar i Allahut. Ata të cilët ishin me tepra shokët e tij dhe besimtarët e tij, do t'i gjesh se janë të ashpër ndaj zullumqarëve dhe ndaj të padrejtëve dhe mosbesimtarëve, dhe ata janë shumë të butë me njëri tjetrin, pra ndaj njëri tjetrit dhe ndaj njerëzve të mirë. Do t'i gjesh ata të cilët gjatë jetës tyre gjithmonë adhurojnë Zotin xhelleshanu në ruku dhe në sejdë, kërkojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu pra në jetën e tyre me këto vepra që bëjnë. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam një ditë i tha Abu Said el-Khudriut: "O Abu Said, thot, kush kënaqet me Allahun xhelleshanu si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedin alayhi salatu wassalam si profet, është obligim për te xheneti i Allahut." Pra kush është i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedin si profet, bëhet obligim për te xheneti i Allahut xhelleshanuhu. Kush e thot 3 herë kur gëdhin edhe kur ngryset: "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya", me të vërtetë Allahu xhelleshanu do ta kënaqë atë në ditën e gjykimit. Pra kush thot 3 herë kur gdhin edhe kur ngryset: "Jam i kënaqur me Islamin si feja ime, me Allahun si Zotin tim, me Muhamedin alayhi salatu wasalam si profetin im", Allahu do ta kënaqë në ditën e gjykimit pra në botën tjetër. Gjithashtu tekstet janë të shumta për ata të cilët duan të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhelleshanu. E para, ajo është e arritshme, sepse Zoti neve na ka treguar për ata të cilët përpiqen edhe i lutën Zotit për diçka dhe mundohen që jeta e tyre të jetë në këtë drejtim, pra që të jenë njerëz të mirë dhe të fitojnë kënaqësinë e Allahut, për ta do të bëhet realitet edhe do t'i arrijnë inshallah kënaqësisë Allahut xhelleshanu dhe mëshirës tij. E lut Zotin të na falë dhe të na mëshirojë. Amin. Si mund ta fitojmë kënaqësinë e Zotit xhelleshanuhu? E para dhe është piknisja e gjithçkaje, ta adhurosh Allahun xhelleshanuhu të vetëm dhe të ndjekësh rrugën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam me shpirt e me zemër. Ai i cili thot la ilaha illallah, e dëshmon nga zemra dhe e pranon me gojën e tij, e shpreh me gojën e tij. Ai kur nuk mund të adhurojë dhe nuk mund të t'i falë adhurim dikujt tjetër përveç Allahut xhelleshanuhu. Ai që thot Muhammedun Rasulullah me shpirt e me zemër që ditën që e ka deklaruar, nëse nuk e ka kuptuar tamam, atëherë ta kuptojë se kjo shprehje do të thotë që unë zgjedh si profetin tim dhe modelin tim Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, atë që Zoti e dërgoi me më tregu rrugën se kush është rruga e suksesit në këtë jetë, dhe ditën që do të dalim para Allahut xhelleshanu të jetë i fituar, ta di se është e sigurt me lejen e Allahut xhelleshanuhu. Prandaj besimi i drejtë dhe kapja mbas litarit Allahut xhelleshanu rrugës profetit alayhi salatu wasalam është shkaku kryesor. Thot profeti alayhi salatu wasalam: "Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha." Allahu xhelleshanu kënaqet për jush me 3 gjëra dhe ju urren juve 3 gjëra. E para thot që ta adhuroni atë të vetëm dhe mos i veni atij shok në adhurimin e tij, që të kapeni pas litarit Allahut xhelleshanuhu, dhe e treta të mos përçaheni. Ndërsa urren Zoti xhelleshanu për ju tash e themet. Gjithashtu urren pyetjet e tepërta që nuk kanë kuptim, pyetjet të cilat nuk kanë sens, pra duke dash që me deviju nga ajo e cila ka zbrit Allahu xhelleshanuhu. Dhe e treta, shpërdorimin e pasurisë e urren Allahu xhelleshanuhu. Shkaku i dytë me cilin fitohet kënaqësia e Zotit xhelleshanuhu.
Thot Enesi radiallahu anhu, kam dëgju profetin alayhi salatu wassalam, kush ndahet nga kjo botë me sinqeritet të plot në zemër për Allahun xhaleshanuhu, me namaz dhe me zekat, pra ai e ka fal namazin dhe e ka dhënë zekatin e pasurisë tij, është e sigurt që Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur prej tij, pra është ndal nga kjo botë dhe Zoti është i kënaqur me të. E treta, kujdesi edhe për kushtimin ndaj namazit. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana siddiqan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Përkujtoje Ismailin në librin e Allahu xhaleshanuhu. Ai me të vërtet ishte njëri që mbante premtimin dhe ishte profet i dërguar. Ai e porosiste familjen e tij gjithmonë për faljen e namazit. Ai ishte prej atyre që kishte fituar kënaqësinë e Allahu xhaleshanuhu. Shkaku i katërt, fjala e mirë ndaj njerëzve. Fjala e mirë që del nga zemra dhe hyn në zemra dhe i kënaq zemrat e krijesave është prej shkaqeve që fitohet kënaqësia e Allahu xhaleshanuhu. Thot Bilal ibn Haritha, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah fa yaktubu Allahu biha ridwanahu ila yawm al qiyamah. Ka për njerëzve thot që flasin, kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam, që flasin fjalë të cilat janë prej gjërave që e kënaqin Allahu xhaleshanuhu, janë fjalë të bukura që edhe Zoti kënaqet prej tyre. E do të vazhdojnë të flasin fjalën e mirë që e kënaq Zotin derisa Allahu xhaleshanuhu do t'i shkruaj kënaqësinë e tij, pra deri në ditën e Kiametit, deri në ditën që do takojë Allahun xhaleshanuhu. E pesta dhe e fundit për këtë hutbë, se shkaqet janë të shumta, por këto më kryesore, është respekti dhe kujdesi ndaj prindit. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ridallahi fi ridal walidain musaharoni. Kënaqësia Allahu xhaleshanuhu është tek kënaqësia e prindit. Hidrimi i Zotit është tek hidrimi i prindit. Prandaj ushqeni veten tuaj me shkaqet e mira për të fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Fitoni kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu, të jetoni si njerëz të mirë në këtë jetë dhe dalim të fituar ditën që do të dalim përpara Allahut xhaleshanuhu. Luma i cili ecën mbi sipërfaqen e tokës me kënaqësinë e Zotit që e ka në zemër edhe në shpirtin e tij. O Zot, ty të lutemi ja Allah, pranoj fjalët tona dhe veprat tona dhe lutjet tona. O Allah, ty të lutemi ja Allah, na fal në mëkatet edhe gjunahet tona. O Zot, plotësoj mangësitë tona. O Allah, jemi dobët, kemi nevojë ja Allah për faljen dhe për mëshirën tënde, ti je i plot fuqishmi. O Zot, jemi dobët, kemi nevojë për fuqinë dhe për suportin tënd. Na ndihmo ja Allah, çështjet e kësaj jete, çështjet e dynjas, të arrijmë objektivat tonë. Gjithashtu ja Allah, na ndihmo që të jemi për të fituarve ditën që do dalim përpara teje. O Zot, ty të lutemi ja Allah, dalim për kësaj xumaje me lutjet pranuara dhe me mëkat të falura. O Zot, na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.